Ky organizim përben një hap modest drejt reflektimit të përbashkët mbi mënyrën se si historia mësohet, interpretohet dhe transmetohet përmes teksteve shkollore tek brezat e rinj. Tekstet shkollore në përgjithësi e ato të historisë në veçanti, ndoshta dikush mund t'i ketë konsideruar thjesht si materiale mësimore, por në fakt ato nuk janë të tilla, e kalura dhe e tanishmja, po dëshmon se ato janë instrumente të rëndësishme të vetdijes tonë kolektive, identitetit dhe mendimit kritik të nxënësve. Prandaj, cilësia, përmbajtja dhe qasja metodologjike e tyre kanë një rëndësi të veçantë për zhvillimin arsimor dhe shoqëror të vendit tonë. Disa tema historik bëjnë ngarkesë të tekstuar ideologjike dhe kulturore, duke u ndikuar nga konteksti politik e shoqëror. Tema si çlirim, pavarësi, revolucion, bashkim kombëtar përdoren shpesh për të forcuar ndjenja patriotike dhe për të legjitimuar ngjarje të shkuara në dritën e identitetit kombëtar. Në anën tjetër, terma si pushtim, kolonializim, agresion, shtypje, bartja një kuptim kritik dhe theksojnë padrejësitë dhe pasojat negative të proceseve historike. Edhe termat kapitalizëm, industrializëm, feudalizëm, modernizëm nuk janë vetëm koncepte shpjeguese, por kanë interpretime ideologjike që lidhen me mënyrën se si perceptohen ndryshimet shoqërore, politike e ekonomike. Përmes historisë zhvillohet identiteti kombëtar, ndërgjegjësimi qytetar dhe mendimi kritik. Megjithatë, mësimdhënia dhe mësimdhënia e historisë përballen me sfida të shumta që kërkojnë trajtim të vazhdueshëm profesional. Në shumë shkolla ende përdoren metoda tradicionale ku mësimdhënësi ligjeron, ndërsa nxënësit dëgjojnë në mënyrë pasive. Kjo e ul motivimin për pjesëmarrje aktive. Një problem tjetër është edhe një ngarkesa me fakte, data dhe emra, gjë që e bën historinë të duket si lëndë memorizimi.